Përshëndetje të gjithëve, mirë se ju gjetëm në emisionin Pude me Kast. Së bashku këtu kemi Shkëlzenin. Përshëndetje Shkëlzen. Përshëndetje dhe mirë se po më thirr pashtrik. Po, edhe këtë epizod me juve, a? Po që shti në ki qëllun lukë, ose në ki qëlluat ku më qëllun lukë. Se di edhe kjo pikpyetje. Sot me Pude me Kastin ton është një iftuar special. Eftuar. Po ndeshta pak mja bu surprizë publikut. Me këshyra pa na dina. Po, apo na për cilin. Në rregull, se tani me këto që kemi folë ti, jo që nuk është gjytare, po besoj që i ti ka kontrolua dhe këto pjesë të rasave gjinive. Sigurisht. Këtu kemi të ftuar zonjën fitore Selimi Sahiti. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Së bashku në këtë podcast do ta kem edhe Shkëlzenin, i cili vazhdimisht ndërhyn në pyetjet e mia dhe në na kanë lënë bashkë si një tjetrin. Mu përzi me njëri tjetrin. Po, ma dhe pse po na thoj më shumë lënë misafirin me fol. Po ti urove mirë se ardhe dhe përshëndete fitoren, po edhe unë edhe një herë përshëndet edhe po e falenderoj që i ka gjetë kohë me ardhe dhe me qenë pjesë e podcastit tonë. Si kalove fitore? Mirë, faleminderit për ftesën. Kënaqësi na gjithmonë gjejmë tema me fol me ty. Po. Po, faleminderes. A po na tregon shkurtimisht për ata që nuk të njohin, kush është Fitoria? Po, unë jam Fitore Sahiti. Ju e përmendet edhe mbi emrin tim të vajzërisë. Po. Jam nga Presheva, jetoj në Bushtran, jam mësuese biologjisë me profesion. Për momentin e ushtroj detyrën e drejtoreshës në shkollën fillore Ibrahim Kelmeti në Preshevë. Për fillim besoj se mjafton me kaq. Po. Nëse mandej vazhdojmë. Për ato tash kemi këtu me bisedu me kështu më shumë kush është Fitoria. Ma shumë keni me qef mi u thirë mësuse, arsimtare, drejtoresh? Me u thonë të drejtën, ata që i kom moshatar, edhe ata që i njof moti, bile në një farë mënyre ja kom dalu me më thonë drejtoresh. Se ata më njofin si fitore. Dhe fitore bëllë një mirë. Po. Kurse ata që jonë ma tri, normalisht, nxënësit e mi, nxënësit kur i shof më thrasin mësuse. Mësuse kom qef me më thirë. Po ata që i njof, ata tri që jonë punësu gjatë mandatit tem, normal që nuk ka ndryshe që shme më thirë se më njofin si drejtoresh. Kështu që s'ka problem. Që çdo që të më thrasin, nuk ka problem. Kanë tregu prindrit ose dikush për familjes, që shukon arsyeja që të kanë lënë këtë emën? Po. Baba jem, në ditën kur kom lindone, Abedin Selimi, shumica preshevarve e njofin, në ditën që kom lind, i ka dhonë 2 provime. Ka qenë të studiu, thonë na kreditim se ajo është profesor i gjuhës Shqipe, edhe në atë kohë ka studiu në Prishtinë, në fakultet, edhe atë ditë i ka dhonë 2 provime, edhe faktikisht ka qenë një farloj fitore për to, dhe ka thonë inshallah gjithmonë fitojmë. Edhe më ka emru me emrin Fitore. Shumë mirë, ti e pas këtë me thonë edhe jetën lidhën me provime. Me studime, me fitore. Po, pak a shumë. E pas ka fillu me arsimin, dhe me thonë. Po, bile edhe një detalj të vogël, atë ditë e kishte pas bleni komplet plaka, qira herë që shon konë, me siguri keni mri edhe ju ato plakat e gramofonit. Po, me ngumë. Plakat e gramofonit, por ama ato plaka për me mësu gjuhën frenge. Edhe si duke taj ma ka bo një predispozit për mi dash gjuhë të ma vonë, se unë e du gjuhën. Dhe me thonë, ato plakët kanë qenë me mësu diçka për frëngjisht? Gjuhën frenge. Sërbisht, francuski bezmuke. Po, frëngjishta pa mundim. Pa mundim. Të më thonë Shkëlzen qysh në atë kohë, njerëzit i kanë shfrytzu, do më thonë mjetët, për me mësu një gjuhë të re. Ma ka mësu gjuhën për kulturë. Jo me shku në Francë. Sigurisht. Për kulturë. Me siguri, pa, se gjithmonë baba im e ka përmend këtë fjalën, se kënë një njeri që është i shkollum,
që e qunë vetën intelektual, nuk bën pa e ditë edhe një gjuhë të huaj. Kjo është me siguri ajo arsyeja ose që e ka shtymen. E ti në cilën gjuhë je ma e afërt ashtu ma e... Krejt ka pak, asnjë me krejt bashkë. Na kemi komunitet rom këtu, jo shumë, po kemi, sidomos ata që i kanë kujshi, i bjemi mësu do fjalë. Ajo. Edhe zakonisht thonë cilën gjuhë ta dish gjindët. Sigurisht. Unë te puna i kom mësu do përshëndetje elementare në gjuhë rome, edhe mra puna me shkunish, edhe në ashensor, hyni një nanë me një fëmijë rome, edhe unë i përshëndeta, i thash në gjuhë rome si jeni mirë dita, edhe kjo zoja ma kthej po çudit ajo qika dhe tha shife ki bardhi që shpo folë si na. I pas ke habit. Se jo, mirë. I pas ke habit me performancë. Po, se ka po. Mos ke dyshim. Jo. Po, besoj që edhe gjuhën me ditë është mirë se është një gjuhë ti hop disa rrugë, kudo që të shkojsh ty të në ashensor. Unë po, veç fola në gjuhë, unë u qelë në dyrë në ashensorit. Po, besoj që mësusja fitore, mësusja fitore, mas i tha që kom që ma shumë kështë, sa i përket gjuhëve pas një farë ideje se çka është një gjuhë e huaj, çka. Po, me të vërtet, gjithmonë i kom pas qef gjuhët. Edhe çka ju boni me shkum për biologji, kur ju e keni pasën gjuhët, i keni pas një farë dëshire për to? Orientimi ishte për mjekësi, me ta thonë të drejtën, po. Pak, normal, njeri kur rrin atë moshën e maturës, pe kryen maturën, pak prindët, pak ndikimi, po hamendja, edhe gjithmonë shoqëria. Sigurisht, njeri i ri nuk e ka bashkë qartë, ndoshta nuk i ka vendos vetës plane, kush e di se çfarë afatgjate. Po sidoqoftë, u mor një farë vendimi që mjekësi me u regjistru, po nuk ishte si shkone shkrume. Do thonë mjekësi edhe atëre kalova në biologji. Ama mirë që nuk i shkon mjekësi. Me siguri pa. Po. Se une atë pjesën e arsimit, do me thonë, edhe vetë kur kom qenë zanse, une e kom di që në arsim diçka une du më konë. Pa marë parasysh landën, me gjithë se landën e gjuhës Shqipe, e kom favorizu, kom favoritimi. Po. Familja ati tani? Sigurisht, edhe familja, ndoshta edhe vetë prirja, kështu për ka gjuha, e kom ditë vetën që diçka në arsim, gjithmonë e kom paraftiru vetën para nxansave, që shko mu do, që shko me shpjegu, sa kom e ditë të krejt, po, edhe biologjia është s'ke problem. Atë ka bërë shumë presion prindrit kur ke thonon mjekësia diçka? Se zakonisht te ne është se prindrit bujnë presion, shko mjekësi sa aty ka pare. Po do lidhen me parë, se lidhen me shka knaqësh, është me shka po, nuk i intereson fort se a jeti për ato, por i mjafton që shko aty se ka pare, aty bëhet mirë e tjera. Po me ta thonë drejtën, unë i takoja se generatës fundit socializmit. Jo matri halatër su konë qa që e materializume profesioni, nuk u konë. Jo, nuk u konë mjekësia dhe më thonë për me pas pare, po thjesht, një pak si krejt tjertë, po presion jo, nga prindërit, thjesht dëshirë, po mandej, beta në biologji, s'ka problem mirë shkoj. Është e rëndë biologjia? Është e rëndë, normal, është një shkencë, e sakt, egzakte që i themi, shkencë natyrore, si e përgjithshme, sigurisht që është e rëndë. Sigurisht. Por ama, nëse ti punon në fillore, sikur që shumë ka rafati me punu mu në shkollë fillore, sigurisht se në fillore nuk lipot qatë shumë dije, qatë shumë, dhe me thonë fëmijët e fillore si kanë bazat i marin prej teje. Edhe ti duhesh me ja gjetë ma shumë mënyrën që shme ja dhonë bazën. Se ata nuk mujtën me ta kuptu genetikën shembull, genetika asë që mësohet shkollë fillore. Sigurisht, po. E ato proceset e vështira që ndodhin në natyre, në trup të njeriut e tjera, është si shkencë e zorshme, sigurisht që po ta ndash në deg, me siguri do të specializosh edhe këtë varet nga sa e do. Po, kështu mësu se, në klasën e 7 ose 8, nuk më mbaj mend sigurt, nështë ati e din më mirë, kur shpjegohen ato zhvillimi i trupit të njerit,
edhe zakonisht kur folet për sistemin riprodhues, dyqysh është një farë që duhet patjetër mi ditë nxënësit ato, pak si tabu ato tema, nuk e di pse reagojnë nxënësit tash të fëmijët, ndikimi tash sidomos i teknologjisë informacionit, duhet mi ditë ato informacione edhe më herët. Ç'është kemi mësuar për kokën, ç'kemi mësuar për syrin, kemi mësuar për sistemin riprodhues. Natyrisht, normal. Çka ta mërmenja, pse ndodh ky fenomen? Edhe këtu e kam një mendim temin, s'do me thonë që duhet krejt më pajtu me këta. Krejt është në varet të qëndrimi arsimtarit. Kjo është e vërtet, na këtë e dim, edhe po diskutohet edhe kjo. Më thonë, janë këto temët tabu, më ta thonë drejtën unë nuk jam kundër, po edhe ne t'jem pak tabu. Ne t'jem pak tabu. Që mos të çrregullohemi me krejt, ha? E tash, edhe ti si arsimtar, duhesh me ditë se sa janë gjendje ata fëmijë me kuptu, me pranu, edhe ti përgatitu, edhe jepja në një mas të caktuar njohurit. Për çaq sa i përshtatën moshës tëne. Nuk e di sa pajtoni me mu. Po. Një nxënës i klasës 7 se faktikisht mu më ka rënë klasën e 7. Në fillim kur kom fillu me punu në klasë 8 ka qenë biologjia trupi i njeriut është mësu. Po mandej me disa reforma dol në klasë 7. Edhe mirë është, mendoj se mirë është, tamam është në klasën e 7. Shpjegoj trupin, normalisht që edhe fëmijët duhet ta njohin trupin, po ama dhe arsimtari mos ta teproje me hin tema shka nuk na takojnë më shumë, le të shkojmë në atë edukimin moral të fëmijëve. Më thonë, qaq sa i parashef libra, nuk do me thonë që me dal jashta ma tepër se që duhet. Me ta thonë drejtën, nuk më ka ndodhë qatë shumë fëmija mo ashtu, e merë një qëndrim, serios, po njifemi me trupin ton, unë thjesht i kom thonë fëmive, po njifemi me trupin ton, me pjesë të trupit, normalisht funksioni i pjesëve të trupit, edhe e pranojnë fëmijët. Po m'pëlqen kjo ide që po thoni se duhet me pas një qëndrim për me shpjegu. Edhe unë mendoj që arsimtari, mësuesi, ligjëruesi i landës duhet me pas një qasje që mos m'ia vështirësu atij edhe mos me pas sikur ku me di çka jetu shpjegu. Thjesht është diçka që mos me kriju siklet. Po, mos me kriju siklet. Po. Pjesë për Po, sigurisht. Organe gjinitale janë pjesë e trupit se cilët njeriu edhe ato patjetër që duhet mi ditë edhe duhet mësua edhe duhet na përformi të shumë lirisht, mësuese se paraparsisht jemi të njëjtës fush, jo të biologjisë, po edhe pashtriku si psikolog, edhe unë si pedagog, edhe po mendojmë që këto tema duhet mu trajtu për arsye se janë diçka që ndodhin për çdo herë, edhe me pa që shme go mas mirë, që shme përmisu, që shme më rritë, tash një fëmijë i parashkollor ose një fëmijë 6-7 vjet, 8 vjeç, para 15 viteve dhe tash, mund me thonë se janë të njëjtë ka zhvillimi trupor, po është e vërtet, po por ka informacioni nuk janë të njëjtë. Para 20 vjetëve nuk e ka ditë, i radhës fëmijë ka ditë ku është kulla e fjellit, edhe sa është e lartë, edhe si. Tash teknologjia po e din këto sene, edhe tash po pyesin fëmijët atje lart ku hipshin kullta e fjellit. A dëgjohet zhurma e kerrave që kalojnë poshtë? Që për shembull gjenerata jeme, unë ma vonë e kam mësu ku është kulla e fjellit edhe ato. E tash për këto është dallimi, që kjo është që me bo update, që kjo është që me bo si... Ose të menduarit vetë. Më thonë, ndoshta një fëmijë që shpe përmend i gjeneratës tonë, s'ka ditë me mendua ndihet zhurma, majt kullës ai felit. Po shte, kjo të menduarit kritik, që po thotë, më thonë, di me bo, me ditë me mendu vetë. Jo vetë që ta lexojsh në libër, me ditë vetë me logjiku, me mendu të menduarit, të zhvilluarit e mendimit kritik. Edhe teknologjia ka bot vetëm, po edhe në televizor, ndoshta këto kanalet, Explorer, këto të shkencës, e këto, fëmijët dinë shumë. A kalon ti kohë me televizorin, me radion, me... Jo, shumë, se s'kam shumë kohë. Kove të fundit, jo, nuk po bje. Kove të fundit, sidomos, jo. Që po informosh? Pak ma tepër me telefon, me këto rrjetet sociale, me ta thonë të drejtën. Me portalet. Sigurisht, po, me portale, me... Atë sa na lejon koha. Çfarë libra ki ma shumë bibliotekë të shtëpia? Jashta biologjisë. Po, biologjisë kam ma tepër, po me ta thonë të drejtën tash, ka romane ma tepër, letërsi, po ti po thu çfarë libra,
Po shtroma pyetjen sa po ki kohë me lexu. Ato, mos. Kjo, Ja. thonë të drejtën, zëni shpesh, edhe me kolegë, edhe me shoqe kur po rrim. Thom, kur I marr mi do tema atleta, kështu për ditëshmëries pa lidhje, atjo, e thom, e po mirë, hajde, a guxoj me fol për libra. Ose sa po jemi në gjendje me lexu, sa po jemi në gjendje fatkeqësisht jo shumë. Nuk muj me u livdu që po lexoj shumë. Çka mendoni se është leximi? Çka I jep kuptim një librit? Ushqim I trunit, leximi zhvillan, leximi të përmirëson, leximi gjithçka. Çka do të qoftë literatura, ndaç shkencore, ndaç psikologjike, ndaç letërsi, do thonë ti ta çel një horizont. Ti me letërsi apo një botën. Do thonë se po zhvillohet ngjarja që e përmendëm kullën e Eifelit, po zhvillohet në Paris, po zhvillohen në epoka të ndryshme. Një njeri që lexon për mendimin tim, është më I hapur, më I ditur, më I dobishëm, krejt. Pasi që ju pëlqej ka edhe leximi I romaneve, po kur ta shifsh edhe pjesën e biologjisë që thatë edhe është shkencë eksakte. A e keni, domethënë, vështi prej eksaktësisë me dalë diçka pak më imagjinare? Pa jo ma I lehtë. Leximi I letërsisë ma I lehtë. Domethënë, se kjo shkencë eksakte, këtu ka definicione. Edhe është e saktë. Domethënë, zemra ku të shkojsh, definicionin e ka njësoj. Zemra është zemër, qeliz, ku do që të shkojsh. Edhe normal. Që dush më koni sakt, I perfekt. Në shka do që e thosh në biologi, edhe dush me mendu ma tepër. E te libra, ma e lehtë, e përjeton ngjarjen në një personazhin, po. Sa po lexoj, sa po guxoj me diskutu. Po kalon kohën e lirë me çka po mirë zakonisht edhe të e ditë punën edhe angazhimin, po ku pe gjen atë prejen, atë qetësinë kanjëherë kur to vjetët e fundit, domethënë po e vërtet që kam shumë angazhime sigurisht. Në punë, kjo puna që po ushtroj, lyp shumë angazhim, lyp shumë kohë. Koha lirë të shtëpia, si çdo grup. Normal, po, si çdo grup. Aty, e punë shtëpisë me, do njerë do një kafe, do një muhabet, me shoqni. Si kjo? Thot që nga mësuese tash jeni edhe drejtorish në shkollën profesor Ibrahim Kelmendi. Qysh u bo që me ardhur deri në drejtori ose qysh vendosët me marrë këtë pozicion? O konsultove me burrin. Patjetër. Po na zgjutoj me burrave. Patjetër që po. E gjete mirë kuptimin? Po. U dha mundësia, do me thonë edhe e vërtet, u konsultova normal, ata pranoj, pranoj. Kjo mësim dhënja, do me thonë, I bona veç 7-18 vjetë si mësuse, edhe sikur ka nevojë njeri ka njëherë disa ndryshime në karrierë mi bo. Në Preshev nuk është se për na I po të shumë mundësi. Na krejt e dim, sa po t'ji për mundësi në Preshev, me botën I ndryshim karrierë, ose me ndru vend pune, ose diçka. Edhe me ta thonë drejton kur ofru mundësia, sfidët ka njëherë I pranon njeri, sikur edhe qashtu. E pranova, po, normalisht me konsultime me familjar, me... Cilat kanë qenë ato sfidat e para që I keni pasi drejtorie, se për shembull me qenë drejtor do të thotë me udhëheq një institucion, edhe jo vetëm nxënësit, se nga mësimdhënia në udhëheqje të shkollës është pak më shumë. Me resurse njerëzore. Po, sigurisht, nuk I ka vetëm nxënësat, por I ka edhe punëtor tjerë. Sa punëtor janë në shkollë? Po, janë 180 për momentin. A e din keve jam? Po. Krejti di për mençë. I di krejti. Tamam puna të punëtorëve, unë edhe të nxënësave shumicën I njoh. Po bile edhe prindërit njoh shumë prindër, se nuk është se kom njoh shumë njerëz përpara, po tash me kontaktin e përditshëm, po, njoh shumë prind. Edhe me ta thonë drejtën në atë fillimin, kolegët e shërbimit, ti njeh kolegët e mia, psikologja, pedagogja, edhe kur na patjetër. Edhe kur na ndodh ndonjë rast me ndonjë fëmijë, ato I dishin, ky prind është kështu, po, është ashtu. Është po dishin me përshkruat prindin. Edhe më vi ke çudi.
E shtim sova dhe une. Edhe shpesh i thom shti edhe une e di krejt, çdo prind, qysh i ka sjellje, qysh reagon, qysh në çfarë do situate, domethënë të fëmijës, e tash i njoh me të vërtetë edhe shumicën e prindve. I njoh shumicën, edhe të nxënësave, në përgjithësi i njoh edhe nxënësit. Shkolla sa nxënësi ka Për momentin 1300 e diçka. Unë e di që shkolla do më thonë Ibrahim Kelmini që më herët u konë shkolla 15 nëntori, u konë ndër shkollat më të mëdhaja. Edhe është. me numër më të madh. Po, Edhe ende është. është ala. Po. Ala llogaritet si një nga shkollat më të mëdha në Serbi. Po. Mendon se duhet për arsye të menaxhimit, ndoshta më pas konë dy shkolla? Apo nuk është diçka Thojnë problem? që ka pas periudha në Preshevë që është diskutu edhe për një shkollë tjetër. Po, si nevojë. Se e po pjesës si tjetër nevojë, qytetit, qyteti ka pas rrit. tendenca më rrit, vendbanimet janë largu, janë bo larg pi shkollës. Edhe kom ndi prej ma të vjetërve që ka pas vllafe që ka nevojë Presheva për një shkollë. Mirë pa atëre jënë konë gati 3 nxënësa. Kur kom fillone me punu gati 3 nxënës, jënë konë shkollë. E ndoshta qatë herë, në qatë kohë, ka pas nevojë edhe një shkollë. Për momentin, po mendoj që mjafton. A punoni me një ndrym? Jo, me dy ndryme. Me dy ndryme. Për sa hapët shkollat në sa mbyllet? Faktikisht nëse llogarismi ardhin e punëtorëve ndems, punëtorëve teknik në shkollë, atëre hapet në 6:30. Deri në 6. Ndërsa na tjerë të administrata fillojmë unë për vetin në ora 7 për ditë jam në shkollë. Dhe Do të thonë 12 orë është shkolla hapur. po. Mandej kemi edhe rojen, pas orës 6:30 mbrëmje. Pa kemi edhe rojen. E hapur është 12 orë është pa ndërprer. Ju keni edhe disa dekt juve në përfshatit. Po i kemi 4 paralele të ndame, 4 paralele të ndame, është Zhunica, stacioni Norça dhe Tërnava. Zhunica dhe Tërnava janë me 8 vite, domethënë. A pit parë dhe Po, në 8 klasë, a Norçën edhe stacionin i kemi 4 klasë. Stacioni i kanë rregullu pak hapësirën se i kanë pas jo Mirë. mirë kushte, tash i kanë po Po, mirë. po. Ky renovimi që është bërë, domethënë e ka përfshi edhe paralelen e ndamen stacion. Aty është kry plotësisht. Mirë është një ambient i ngrohtë, ti e di, e viziton. Po. Është ambient i mirë. Është ambient i mirë. Ku ka me të puna e renovimit kësaj shkollës? Kemi mbet objektit kryesor. kemi mbet keq. Jemi Atë pjesa që u bë shumë mirë. Po, pjesa që u kry u bë mirë. Mirë po mandej filloi pandemia, u ndal, kom bo shkresa, kom kërku ministri e të tjera. Mirë po shkaku i pandemisë, janë dalë. Kom marrë përgjigje që janë dalë të gjitha projektet. Aty para dikun kanë andori, lëvizi diçka, filloi diçka me lëviz, mirë po tash Konkrete nuk ka kur që, nuk mëj me e thonë kur që. Konkrete s'ka. Ja, nuk ka kur Se që. do me thonë, diku një 10 klasa tash janë jashtë funksionit, a? 6. A 6. 6 klasë janë jashtë funksionit, ka të dytë pjesa lindjes, kënde i kallapinca që i thojmë. Ato nuk janë. Po t'ishin edhe ato në funksion, do të na ndihmojshin. Shumë. Se po vret, do me thonë, kemi handicap të hapësirave për kabinete. E kur të lirohen ato pjesë që janë parapame për kabinete, ne i kemi po klasa. E tash me u liru këto klasë të kati 2 që i themi kallapinca, atëre ti mundesh me përfitu hapësira për kabinete. Një mësus, më falë pashtek, një punëtor ndim si vjetër, në penzion të regoj, tha, kur keni qenë ju nxënës, shumë xhama keni thy, kemi ndru shumë xhama dritareve. Apo, Tash tha, ndoshta në gjatë vitit një thejet, jo më shumë. Edhe mirë. më voni befasi, Kjo është mirë. mësi informacion, thash, mare, po më kujtohet edhe mu që shpesh në klasë, o thua ke xhami. Dhe me thonë, kjo është diçka mirë. Në thash si kemi pas fajt na, thash e ka thy fryma, thash. Tash ma shumë bravo. Bravo. Bravo të dy. Bravo të dyrve tash ma shumë po Ma tepër çato, pak edhe qeshmë të vecet, të në toaleta. Me Me çfarë mekanizma për mbroni, sa ato janë diçka që nuk bëhen shpesh, duhet me investu edhe me rujt. Po, pak e zorshme mi rujt. Se nëse struan për një vjet dy ato apet. Mundomi, normal, mundomi. Ka njëherë e patminis iniciativën, do me thonë nuk unë e pranume në këto instancat të vendimarse të shkollës, që prindërit të paguajnë një shumë simbolike, do për këto dëmet me i paguajt. Edhe
pak qashtu ja kena ndihmu pak harximit buxhetit, se normal na e kemi buxhetin nga komuna e krejt paj. Edhe dikush mund me thonë, dikush që nuk e din situatën, çka do me thonë më të sjell, do me thonë dikon 1000 fëmijë në ditë gati, 1000 fëmijë në ditë më të sjell na për shkollë thot, po ja për ditë prishni brava. A për ditë duhet një blejë. Një vetë, me shel ka njerë derën? Sigurisht. Po, ose 1000 vetë me shku mi la durt. Po. Qeshmja, po. Qysh është raporti mes mësuesve juve si drejtori ose si stafi i drejtorisë ose si drejtoresh bashkë me prindrit dhe nxënësit. Që shëndron raporti sigurisht, pa, i trekon që. Po tash, këshire, unë në pozitën e drejtorieshës, të dhecit shkollës, dashta mu me folë veç mire, mu me veç me u livdu, është i raporti, me paratit djendjen kejt. Solid është, normal, kemi bashkonim të mirë, më stankona, do me thonë, mundohon, kujdestartë, sigurisht, në rast parë unë gjithmonë i thonë prindve drejtonët e kujdestari, keni kujdestari. Sigurisht, nëse nuk zgjidhet një problem që kemi me kujdestarin, atëre e një urdhani na mundohemi me zgjidhë. Po të stafit e bashkëpunëtorët. Tash nuk, muj me thonë që mirë kemi raportet, nuk, tash. Ka lloj situate, ka lloj rasti, të një rast është edhe ma i rond, po me ju thonë të drejtën, nuk, që s'kemi pas problem, gati po shkon viti, do një problem shumë të madh që për me u anku prej ti, s'kemi pas. Ndoshta edhe me u liftu, mos liftona shumë, puna kallzon vetë. Sigurisht. Bashkëpunoni me psikolog shkollor, edhe këshilltar? Ka nxënës që vinë të psikologu edhe që këshillohen për të pedagogu ose po, sigurisht. Vinë për shembull mu këshillu për ndonjë rast, jo pse ata ose për shembull nëse atë psikologi ose pedagogi i ka thirr ata, po ata vetë me ardhën me thonën e kam një çështje të caktuar ose për orientim karrierë, se për shkak pas ta kryjnë klasën e 8 ata pak a shumë orientohen karrierë për me shku në Preshevë është shkolla e mesme teknike dhe gjimnazi ose edhe nëse e teknika është ima mjekësia. A ka domethënë nxënës të tillë? Na kemi me plan program. Domethënë, dikun ka prilli apo maji, kemi me plan program ato ligjëratën, informimi i nxënësve për mundësi, domethënë, për me u regjistru ma vonë. E po unë që to e shoh si qëllim, me thonë, na duhet mi acaktu vetës qëllim. Çaq mi informu fëmit, çaq mi mësu fëmit, sa që mi përgadit për jetë. Ose shpesh e thom, me prodhu njerëz. Si një lloj fabrike, kështu në thojza, që prodhon njerëz. Mi kallëzu fëmive, mi informu për afërsisht, mi mban disa ligjërata, pedagogja, dhe më thonë sa për informim. Po je kanë edhe kujdestarët e klasëve, ka fundi vitit e kanë me plan program, këta klasëve teta, informimi i prindërve për matutje, për fëmijët se çka mund të regjistrohen, në fakt. Që keni ato bashkëpunimin me prindrit, organizimit, ato forumet, ato takimet me prindët, manja i zhvillonia, qysh? Ndoshta jemi hala në të klasikën, mbledhjet e prindve. Ndoshta jemi ta e pjesa klasike. Mbledhjet e prindve janë të parapame, 5 mbledhjet prindve brenda vitit, vinë prindërit, edhe... E ato këshillët e prindërve, ato... Po, në fillim të vitit vinë, kur duhet me u zgjedh përfaqësuesit. Po. E mandej pak ma dopt. Jo në aktiv, ata prindit në ato idejet, në ato bashkëpunimin, ose për planin, programin, për dhe një kreativitet, për dhe një iniciativë. Ka prind që janë aktiv, apet për përsëris, na imi shkollë madhe. Edhe është mirë, unë mendoj se edhe prindërit, është mirë, po edhe pika una jonë njëherë, pika una shkollës, më organizu aktivitetet të ndryshme, mi thirë prindërit, mos të vinë veç na për programe, ose veç na për mbledhjet prindve. Më thonë, më sillën krye plot ide, më thonë, mi përfshi prindërit në çdo, po, nuk është se qatë shumë kemi bokë si farloj aktivitete, Më thonë, pishof me shkollët moderne, prindërit inkuadrohen çdo aktivitet, përfshihen çdo aktivitet. Nuk është se qatë. Sa i keni përfshi, për shembull, teknologjinë apo pak këtë mësimdhënien moderne në shkollën e juaj? Këtu pak jemi pak ma mirë.
Më thonë, të i falenderu ministrisë, Ministria e Arsimit e ka furnizu shkollën, dhe më thonë. Me pajisja. Po, është ai projekti u kone klasa digjitale, dhe më thonë, që me shumë laptope, arsimtar me to, qashtë, tabelet, me po. to. E kanë ndjek atë seminarin, klasa digjitale, po edhe, mos tjetë tash 2 vjet apo 3 më herët, na kanë sjell laptopa, më thonë, kemi mjaftueshëm. Sa për kushtet e tona, për nevojat e tona, kemi mjaftueshëm laptopa, edhe disa projektor, si vjetë në pushim timrit i vendosëm projektorët na për klasa, edhe normal pi përdorin arsimtarët. Laptopët, kompjuterët, projektorët, këto teknologjia shumë mirë, apo i përdorin, apo din? I përdorin, Po, zeni, i përdorin. shumë mirë. Shumica i përdorin. Edhe të e ditë një iniciativë ose një projekt, a një mbështetje, nëse në gaboj, diçka prej Republikës Shqipërisë për tekste digjitale, diçka në për shkolla, për mjetet mësimore në për Kjo shkolla. pjesa e teksteve digjitale s'kam bërjendet e na. Hala nuk e kemi këtë mundësi, dhe më thonë nuk na është ofru kjo. E këto tekstet të këshillit kombëtar? Po, tekstet po. Ka veç 3 vjeta sa, prej 2021, nëse si jam gabim 4 vjet, e që vinë. Vinë. Falas janë për të gjithë fëmijët. Vinë, po, për të gjithë fëmijët janë. Përfitojnë gjithë, marrin. Një shumë. Qato shka kanë marrëveshje, shtetet ndërmjet veti. Po, normal. Qato libra nuk janë krejt, Po. nuk janë krejt tekstet. Kemi për disa tekste ka mungesë, mirë po shumica janë aty. A mendon se ndoshta për disa tekste mundi me u ripërdorë edhe vitin e ardhshëm? Më kthy pinzanësve me gjetë një mekanizëm që... Po i kthejnë. Po. I kthejnë të na, po. Përdoret kjo metodë. Veç ato që i kanë libër pune, që ndoshta i kanë vizatu, ose i kanë përdorur. Matematika, gjuha shqipe. Ama për ndryshe muzika, diçka do. Po, i bin nxënësit, i kthejnë edhe shka përdoren. Ripërdorë për vitin e ardhshëm. Po. Përdoren. Ju si drejtoresh pak a shumë e keni një farë pasqyre apo një farë raporti mbi nxënësit e juj. A keni pa që ka ndonjë profil caktuar që nxënësit prej pezojnë se nga klasa e 5-6 fillon pak me vedisu. A kanë ndonjë profil caktuar për shembull që kanë dëshirë për me zgjedhë si profesion se me shku në një pikë caktuar. Për shembull me thonë për mjekësi ose ka dikush talent për letërsi ose poezi. Gazetar. Po. Ose gazetar. Po, interesant. Moderator. Po. Ndoku që janë alat veqel. Hala s'din shumë. Nuk din me mendu, nuk din me shpreh ato afinitetet që i kanë. Ama edhe na për mdokut pak ma shumë duhet me punu. Mi zbulu. Më thonë mi zbulu ata fëmija, për ku e ka prirjen, për shkak se po mdokut herët sipas disa teorive, domethënë edhe sipas hulumtimeve të ndryshme, fëmia në këtë moshë fillon me qit në pa çka do pak më vonë. Edhe pse domethënë gjatë jetës ndryshon ideja për karrierë. Po e zbulon thotë do mu bo tu bazun ato drejtime që na i kemi në preshe për shembull. Është modeli. Po. Ose do mjekësia po është më e popularizuar për momentin. Do Nxënësit e mirë po orientohen mjekësia, Po. Nxënësit e mirë po orientohen mjekësi. Po mandej ma vonë në mendoj se pindryshojnë mendimet. Pindryshojnë dëshirët, ambicjet, saj nuk e ka të krijum atë ambicjen se çka ka më bo, ose atë idenë se ku ka më shku pin fillore. Jo, nuk herët. Shkolla e Preshevës që nga 2008-9 është nivelin tonë është shkollë model për mësimin inkluziv, për inkluzioni, për gjithë përfshirjen. Edhe nga ajo kohë kolegët e tu paraprak Zoja Fize, Zoja Besa kanë qenë bashkëpunuese dhe i kanë ofruar gjithë mundësitë për me i ofruar krejt fëmijët që kanë nevoja të veçanta arsimore që me ndjek sipas ligjit mësimin e rregullt adekuative arsimore, sikurse bashkëmoshatarët e vet. Aktualisht si po funksionon? Po, vazhdon edhe tash. Po, kjo inkluzioni gjithëpërfshirja. Patjetër, ajo tash është edhe rregulluar me ligj. Po. Sigurisht, ata fëmijë normal që pranojnë në shkollë, po besa edhe përkrahen mirë.
Unë mendoj se edhe mësuesët bëjegi për krahin, po dhe shërbimi. Von inkluzioni është të bëu një send mjaft pozitive për edhe në mësimdhënie për me ndihmu edhe për socializimin e fëmijëve që kanë nevojë. Me ta thonë drejtën, kështu në shkollë tonë, që po foli për përvojës, ma shumë e kisha marrë inkluzionin edhe kisha konsideruar ma shumë si pjesë humanitare. Më thonë ma shumë si humanitet, se sa si njerëzore, po ajo pjesa njerëzore, se sa si arsimim ose mjafton socializimin. Po, mjafton. Po, ideja është që të socializohen me të tjerë, mos ndihen ndryshe prej fëmijëve të tjerë, mos të shkaluma, të mënanuma, mos të marginalizohen prej shoqërisë. Me rëndësi është që ata ndihen mirë, po. Me u ndi mirë. A bashkëpunoni me prindërit e këtyre fëmijëve? Sigurisht. Çfarë janë zakonisht kërkesat apo sigurisht. Se ndonjëherë kanë të specifika? Sigurisht, po, normal. Për kraja më e madhe që na japmi, zgjedhja e hapësirës ku ka më konë ai fëmijë. Kemi kujdes që këta fëmijë mos dërgohen podrom, se na edhe në podrom i çojmë ka të klasa, sigurisht, se ju kallzova parzit, nuk po na mungojnë hapësirët. I çojmë. Mandej, kemi kujdes mos të hypim ka dytë. Nëse ka vështirësi, domethënë nëse ka ashtu. Edhe nëse prindi kërkon që të keni kujdes, sigurisht që na edhe pa na thonë prindërit, shërbimi bëjegi kanë kujdes për këta fëmijë. E tash gjithmonë ju folmi edhe fëmijëve, mos sjell mirë me ta. Kërkesa më e madhe asistentat. Prindërit lypin asistenta, mirë po ju e dini dhe vetë që në komunën tonë nuk kemi asistenta, ti të ne ki zhvillu do projekte, u konë mirë, u konë ndihme mirë ajo, për këta fëmijë, u konë edhe për prindërit. Edhe për prindërit është e mirë se ardhën, kur ai fëmijë ka një shoqërus, një njeri që mirët veç me ta, ma letë shkon. Edhe për ato është ma letë. Apo bashkëpunoni me ndim parashkollor, me komunitetet, me institucione qira, Pa tjetër. Gjithçka që duhet normal na bashkëpunojmë, çka do që duhet, çka do që na kërkohet, apo në dokumentacion apo diçka, sigurisht që bashkëpunojmë. Patjetër. Çfarë raporti keni me institucione tjera? Për shembull komuna, domethënë institucione tjera, sa ju mbështesin në punën e ju? Për shembull nëse keni ndonjë problem ose dini kërkesat financiare. Po, ma shumë theksi shkon te pjesa financiare, normal, se na që aty edhe kemi atë pikën e dobë. Po. Apo japim bollpare. Sa na duhen. Po, sa na duhen. Mirë. Po, normal, nuk çato që duhen. Na imi, që thash edhe barzit, na po imi shkollë e madhe. Kemi fëmijë shumë, veç qeshme që atë na prishën, bollë. E po, jashtë kësaj së ndel diçka me lyp pak ma tepër, se nevojët elementare, harximet elementare, janë, bohën të na janë, bëjegi. E tash, mirë, raporti është solid, normalisht, e të ke fundit edhe ligjit ta oblikon. Po, sigurisht. Kur keni hyrë si drejtoresh, cili ka qenë vizioni jot për me marrë domethënë drejtimin e shkollës Ibrahim Kelmendi? A keni pas një ide me thonën nëse hyj unë drejtor ku me bëu çto edhe ku me ndryshu? A keni pas ndonjë ide këtill? Me ta thonë të drejtën, unë e teproj pak jam shumë realiste. Real, konkret, edhe nuk mendoj diçka ma tepër se që muj me mri, që ko me mri. Po dëshira normal. Gjithmonë kom qef pak let bomi pak si ma shkollë ma moderne, se imi shkollë e madhe, e meritojmë më kom pak ma moderne, ama ky renovimi për na pengon shumë. Bile partit ju ma bënët një pyetje sfidat. 2 sfida shumë të mëdha që në fillim. Unë kur e mora detyrën, shkolla pa të fillu më renovu. Kjo ishke shumë e zorshme, me menaxhu. Hapësira fizike, shumë e zorshme. Nuk shkoj pak, sa fillova më adaptu, që shmi gjetë ato vende, ato, dhe filloj pandemia. Hajde me pandemien, mandej. Mësimi online. Po kjo ishke një e mirë, që pak u mësum edhe na pak ma të vjetër, shka jemi, me përdor teknologjia. Atë kujtohet, kur më kila imru në telefon, më ke ofru ndim.
Mombus më kuç tash këtu. Jo, kjo është, valla, është e vërtetë. Shkëzën ti me Ke ofru kompjutera? ndihmë, ke thonë, nëse ju duhet ndihmë, të mësimi online, lajmërahu, unë muj me të ndihmu, muj me ndihmu, se një mena shka ishme ma të vjetër, të ishe më orientu në botën e teknologjisë. Po i mësum. Po, është e vërtetë që me drejtoreshën pashtrek kemi bo me mësusun me Rita Latifi, mësimin e parë online në Preshia. Pat një pas me në klasë e para i mësum shkronjët se patën me të alfabeti. Edhe më ka do shumë arsyeshme që mi ndihmu mësusëve qysh mi bo, se smit patën me të shkronja, ndoshta dikun edhe një 7 shkronja pa zhvillu ka fundi. Edhe më ka do shumë arsyeshme që me në bështet mësusët që me realizu që ato pjesë të shkronjave me mësu, edhe pat mi bo gjithë shka me drejtoreshën, edhe pat mi dalë që kur fillun veç. Të më thonë, pandemia ka qenë një shkak që ju me bashkëpunu një për jashtë. Do më shumë me drejtoreshën jemi në kritik në kur të shkojmë të punë. Po, na përlami shumë. Ama këtu në emision e vendosim pas më vendosim më herët. Se ba e ki përlami. Ama jo edhe pas një bashkëpunu. Do më thonë kohët pandemia. Pas ka rake pandemia, pas kemi zakonisht. Nga pandemia kemi bashkëpunu. Po ishke edhe një tjetër problem, që kaltoj. Filloj, do më thonë, ministria organizoi incizimin e orëve online. Shumë problem të madhë kom pas. Kur kush do i keme dalë para kamerave. Problem. Tash, hajde mi caktuar simtartë me incizu orë. Shumë kom hek atë. Nga cipin e kom pa. Do më thonë, krejt pritojshin me dalë para kamerave, me nëzë që i pat mi realizu ato. Përvoj edhe kjo. Përvoj, edhe kjo po një përvoj. Pak e vështirë, ama përvoj, si do qoftë. Jo përmendin një fjallë edhe më asosien diçka qëtër. A ka lënë hitë që ko me të më shumë, me plaka, me plecë? Po. Që shjo. Po. Kom në familjen time kom plaka, po. Plaka. Erës të moshuar, se diçka plaka, më sta përmendim të qajnë. Po, kom. Kom njerës të moshuar, i kom prendërit gjallë, hala. Po, kom vjerën, hala. Shumë mirë, dhe thonë po rëthoshe me... Po, jo me rëthume. Shumë mirë. Se ndojherë në bisedat e atimve dhe terminologjia atimve, fjallorit tim e ka një bënë më relaksu edhe. Sigurisht që po. Koha me ta edhe... Mëson, njeri sa tjetoj e mëson. Me gjithse motiv ata. Edhe unë jo ma fru. Apo pëtojmë shumë zare ki. Jo. Ose kritikojnë sha e more ti drejtoj. Jo. Që studimenit me neve shti. Po, kjo. Jo, më thojnë ti alo jeri. Po, krasu me ata. Se krasu me ato, atë më pju do këna unë ma ere. Shumë mirë. Cilë është ndikimi i grave në, do më thonë, sa keni mbështetjen e grave në shkollë, se shumë pak janë prej shkollave tona që janë kryesisht janë drejtor burra. Ka, a jeni të e pa pak, jemi të shku ka ajo që gjinia femnoreve po dominon, do më thonë në stim. Jo, me të menu me bo barabarë. Ja, po dominon, zene, kështu të pjesa fizike, nuk po thamun e kështu, të pjesa e kuadrit. Tash në përgjithsi, femnët ma shumë në arsim, faktikisht. Po inkuadrone, po shkollon, ka për kraje, sigurisht që po. A je feministe? Po shumë. Unë e ti pashtrika, po jo. Nuk i di këtë ideologi, nuk i ende i ri që përdojnë. Sigurisht që jo. Mirë po, ndoshta nëse i kish përku me pikpamjet e mija, pëse jo. Unë menoj që gjithë kush është ka pak feminist. Shumë nuk ban, se po më duket të prot, ha? Jo, në ekstrem, jo. Unë jam mesatarisht. Dhe më thonë, ju kështë një feministe liberale. Liberale, po. Nuk të liberale. Pajton. Në regull, pra, ty kështë mi. Mirë po, besoj që çdo gru duhet më mbështet në atë çka bën. Kryesisht edhe prej grave, sepse na e dim shpesh që edhe gratë që kjerin gratë. Të shumë jam ma gjeloze ndër me duhet. Po, është kjo pjesa që... Jo, unë nuk e vrej, valla. Son të drejtën nuk e vrej. Jo, nuk e vrej. Liberalizmi pas ka shku pak ma lartë. E po ju shku do një më thonë. Që gratë më gjelozojnë, nuk muj me thonë, se nuk e kom vrej të dhe. Unë e ma shumë e marë njeri. A përte si njeri, si karakter, si karakter i formum.
Po, apo t'bjen me nejt me kolegë, me burra, Bje, pozita po, pa tjetër, bje me dejt, normal. Tash, ki kontakt me shumë njerëz, stafi, kita jo. Drejtërisht, çka mendoni se ju nevojitet më shumë si kuadra në shkollën e juaj, ose çka kishit pas diçka me shtu në shkollën e juaj që mendoni se kish me zhvillu hala më mirë? Domethënë çka nëse kishni mendoni si me magji me prek edhe ish rregulluar, përveç domethënë që përmendet pjesën e infrastrukturës cila po ju pengon. Ajo shumë po na penalizon, infrastruktura, e vërtet. Kuadro, shkolla gati është uri për 3. Se faktikisht shumë arsimtar, vish po pensionohen, edhe sigurisht që po vinë kuadro 3-ja. Ka kuadro të mira, ka kuadro premtuese në shkollë. Unë mendoj edhe kisha pas qeft, që po thu si me magji, pak ma shumë trajnime, me pas mundësi, trajnime, me pas sigurisht, me pas mundësi shembull në shtetin am, me pa përvoja të ndryshme, si funksionojnë shkollat tjera, pak ma tepër kreativitet, kisha pas qef në shkollë, edhe sigurisht e ece me kohën. Teknologjia deshte na u ka imponu. Sigurisht. Po. Edhe normal se mendoj se me trajnime të përhershme, me shkollim të përhershëm të kuadrove, përmirësohet edhe kualiteti. Po. Edhe cilësia, edhe kuadrove, edhe mësimit në shkollë. Edhe, gjithmonë, i ndoj theks ma shumë edukimit të fëmijëve, se sa edhe arsimimi, na e kemi qëllimin kryesor arsimim, ama mendoj se kemi nevojë ma shumë me eduku fëmijët, tash për tash. Se fëmijët i kemi të mirë, mos ta harrojmë. Kto e përsëris, ka do që shkoj. Fëmijët i kemi të mirë. Me sa kam ndjekun vazhdimisht marrin pjesë në për gara, në për poezisë, të matematikës, bile edhe ato jo vetëm në gara të shkollës, po në komunale, regionale. Po, gjithmonë shkolla fillore e Preshevës u konë e njohur për sidomos matematika, gjithmonë kam pas sukses, po bile kjo nuk mjafton, është mirë edhe ma tepër. Shti mos marrmi me përmend emna se i him në hak dikujt. Po. Sigurisht. Kështu që e dim krejt, na jemi vend i vogël, i njohmi njëri tjetrin, i dim nxënësit që kanë kapërcyer aty parin, që kanë pas suksese. U ditë, shkolla Preshevës edhe në kohën time, kur jam kohën unë, edhe kur kemi shku në Prishtinë, gjithmonë u konë e respektume. Do thonë si një shkollë me kualitet të mësimit, e që ato kisha pas qef. Do thonë ta mbajmë kualitetin. Po kohëve të fundit po na duhet edhe edukim pak më tepër. Që fëmërinë e ki kalu në Preshev, po? Po. Këtu pjesën e vjetër qytetë e Prishtinës. Unë e kom le të Mahallarekës tani. Do me thonë ti qenë ke asaj për skelumit të qenë ke rritë. Që thojnë Mahallarekës. Po e vogël kemi dalë mandej te Udha Miratocës që i thojnë, aty, edhe qashtë. Te i mahallës berberve. Po. Edhe ketë një ajo pjesa jote është një peisazh, një natyrë, po edhe që ku jeton tash është natyrë, peisazh. Po. Gjithmonë edhe thume me natyrë. Gjithmonë. Sa po i kushton kohë natyrës, kafshëve, bimëve, pemëve, biologë. Minimum, ndoshta heq, po. Ndoshta edhe jam për mu kritikue, për mu kesh të kjo pjesa, jam largu shumë për mësimit normal, se qera angazhime, qera interesime, edhe natyrë shumë pak. Shumë pak, se po na shkon dita e jam punë, mrenda, zyrja, puna e zyrës, ashtu. Me gjithse mirë, natyrën e kena dhe... Apo spaku, në pushime, ose po të bje me utu, me jesna për vende qjera. Pak të ne. Pak. Apo na përcjellin misionet e tona? Po. I përcjell. Faleminderit Ju faleminderit shumë. Herën e kalume e keni pas pjedestarin. Sigurisht. E keni pas Recep Selimin, e pas që e keni pas. Po. Arsimtarin edhe kujdestarin të E përshëndesëm arsimtarin. Po. Ka qenë jashtëzakonshëm. Po. Na kemi pas arsimtar, nuk e kemi pas nderin, po
nga ajo që kemi mësuar për juve edhe nga ajo që e ka prezantuar vetë, kemi pa që është i mrekullueshëm. Shumë. Faleminderit që na përcjellni, po i falenderojmë gjithë mbështetësit tonë, cilët na mbështesin me lajka, me komente, me shikime, klikime, krejta këto. Po janë shumë. Sigurisht. Edhe gjithë rojeve. Sigurisht se kom pas mesazhe prej vendeve të ndryshme, cilët më kanë thonë çka po bëni, ku e keni këto. Edhe kretat e me që po na propozojnë. Sigurisht, për mysafir. Tema. Edhe përveç kësaj, ndjeshën truhet shqiptare, po edhe më tej që kemi në shok të popujve të ndryshme thonë çka je tu bu, apo na përkthen çka je tu fol, çka u bëni, po i interesant. Edhe po. Edhe i falenderojmë të gjithë për këtë përkrahje. A e kështë qëndru Preshevën? E dojë dikun tjetër? Jo, se mo veç shkoj pjesa ma madhe e jetës. Edhe për momentin, mirë jam këtu. E kemi ndërtu një jetë. Këtu? E profesionin a kishit me mendru? Nëse s'ishit kohën biologe, çka kishit me bo? Landën ndoshta po. A profesionin si narsim me punu, me siguri se kisha ndru. Isha bo ndoshta diçka studiuse, po me letërsi që ka lidhje. Ndoshta me albanologji, ndoshta këto më pëlqejnë, këto gjana. Po, mu kthy nga ajo ku ka qenë nga fillimi me gjuhën. Po, i kom qef këto gjanat me diskutu rreth letërsisë, edukimit, trinisë, këto. Nëse kisha hi me mendu, se ku mendu me ta thonë drejtën, asnjëherë, se ju ndyna mirë në arsim, po biologjin a ndron, ndoshta me gjuhë kisha ndrua, edhe historien. Zatin për arsimtarit historisë. Dim që na jetojmë në provincë edhe në përgjithësi edhe une, po edhe pashtriki, po edhe plot kolegë tjerë. Kur bisedojmë mes veti, shpesh e shprehim atë mungesën e njerëzve që mujmë me kanë një bisedu do tema. Na kemi plot miq, po jo me secilin mujmë diskutu, sidomos profesionit. Edhe apo vëren të kitë mungesa, ndoshta ki plot kolegë që i diskutoni këto pune, këto ngjarje këto. Tash edhe më herët po. Tash njëri me çato shkapu ballafaqohet, çato pi diskuton më tepër. A ke pa, domethënë në punë, çato punë që i ki, çato pi diskuton më tepër. Tash derisa i kon mësuese ke fol për fëmijë, kur bomi bashkë me kolegët, me shoqët, fol për nxënësa, fol për fëmijë, fol për libra, kjo libër bana, e libër s'bane, pash këto e pash ata. Tash është pak ma ndryshe, ma tepër mohabetet zyrës, të ligjet, ashtu. Një po gati një gjysë juriste? Gjysë jo, po nashta një qerek, të rdikon, se edhe ajo e pa fund, po i kim mësu do gjana, edhe thash edhe barzit, është mirë me diskutu, për shembull për letërsi. Mama për me diskutu, po tavolina nështë ta lejon me diskutu, se nuk klipot kush e di se sa një uri se tek e fundit. A nëse del me kompetenca, atëre dush më kom pak ma i përgatitën, apo? Sigurisht se po, normal, po. Kështu që, po, kemi një kom një rreth ku sillna të kolegeve, po dhe që shoqe, i kam domethënë më pëlqen kur rrim, kur bëm mohabet. Zgjedh me tema të ndryshme. Ndihmi mirë, thjesht. Bisedon, freskohesh pak, edhe qashtu. Mësuese fitore, na të falenderojmë që e kom pjesë e podcastit po dhe me kastonin, sepse na kena edhe shumë, kishmi pas shumë tema tjera që me diskutu, se nxënësit edhe për ma dëshmon fitoria se ka lezu edhe e do letërsia se përse se do në temë që pe nëzisim. Sigurisht, shifët leximet e letërsisë, romaneve të ndryshme, edhe që kishmi pas me diskutu shumë gjana, për shkak se drejtoria nuk është mendoj, veç me mbet në zyre dhe veç ka të vinë kërkesat me marë, po sigurisht me u marë, po, është po me u marë me gjithë, me kuptu botën e nxënësit, me u marë me punëtor, në temës punëtor, arsimtar, sigurisht me çdo njerin ku krijon sfidat ndryshme edhe besoj që ka pas domethënë përvoja ndryshme që në të armë problemet cilët
kishin me ardhen, kish pas me menaxhu ma ndryshe. E kemi një sallë drejtorish të shkollës madhe, edhe aty ka shumë prind, edhe aty ka shumë kitë punëtorët e ki, edhe krejt ata prind, edhe ata punëtorët kanë më të ngu, edhe ata janë të ngu tash. Qa i kishe thonë, qa i kishe porosit këtë ata? Po, për punëtorët, normal është porosia kështu. Unë e kom një fjalë parzit kur më tha që asillesh me plaka. Nonët e tona din shumë, apo? Edhe pse janë pa shkollu, do me thonë nuk janë shkollu. Nona ime çdo herë thot, nëse një punë e bën me zemër, pa tjetër ka me pas. Ka me pas bereqet, ka me pas rezultat. Edhe te punëtor, te puna. Thom, nëse punon me zemër, edhe nëse ka njëherë nuk di, edhe ka njëherë edhe gabon, edhe dështon, edhe krejtun e vazhdimisht i thom, edhe prindve edhe kolegëve edhe kejt, a gabojmë gjithë ditën, normal, çdo ditë e bon ka një gabim, ajo me dije. Ama edhe një e kom sinceriteti, mbi të gjitha. Nxansit, që po foli për nxansit të kuptojnë kur je i sinqert. Edhe nëse ti dë njëherë pa dashje e ki ofendu, ose e ki shajt, ama t'ka pa që je i sinqert. Edhe nëse ti kërkon falje, a i ta vlerëson. Nëse ti kthehesh e kërkon falje. Edhe kjo, puna, po shkojmë punë, po shkojmë me zemër, me motiv, me vullnet, me një qëllim, me bo diçka. Ka me pas rezultat. Mos tjetë 100%, po le tjetë një gjys. Le tjetë një vepër, si ti lipi neve. Le të mbami në mend për një vepër. Brenda karrierës, se ti kejt punë, se një bon mira, o që shto. Kjo, prindërit, po, kisha dasht pak ma, bile mingu gjeneratët ma përpara, për prindërim. Po mdoko që prindërit e tanë, mos jonë konë ma sukseshëm në prindërim. Të dim që është silni me fëmija, më thonë, t'i ofrojmë ma shumë dashuri, se sa me rokë fëmijën për dorë edhe me prunë shkollë, edhe mi amaj qantën. Mdoko që nuk mjafton që ajo. E po mdoko pak ma tepër të informohemi, të edukohemi edhe na vetë, edhe na si punëtor me fëmijë, edhe prindërit, edhe ta kemi qëllim të mirë. Edhe besoj që si ta mendojmë të mirën, kena me pa të mirën. Jo absolute, po bileterit i kotë. Mësuse fitore ose drejtorish. Që shdo në, s'ka problem. Faleminderit për këtë këshill që besoj prindërit kanë me dëgju, edhe mësuesit edhe të gjithë ata, sepse vërtet kena nevojë që t'jemi bashkëpunëtor, t'jemi të informuar, t'jemi të sinqert, dhe se vetëm kështu me bashkëpunim besoj që me bu diçka. Patjetër. Faleminderit për kohën që ndave me qenë bashkë me ne, faleminderit për krejt këto fjalë të mira që i tha për neve dhe për krejt ata shikues të dëgjues të podcastit. Për neve ishte nder që ishe nga mysafirët e sezonit të parë podcastit tonë. Kështu që po të urojmë shëndet edhe sukses në punën tonë dhe ndoshta epizodet e radhës ose në sezonin tjetër me pas do një bashkëpunëtor tondin, do një koleg tondin, ndoshta me bisedu edhe me e pyesim na se a është të punu fitore. Sigurisht. Sigurisht me marat fare. Po, sigurisht. Faleminderit. Kënaqësia ishte edhe jemi. Unë ndjeva mirë. Faleminderit edhe juve.